Bismillahirrahmanirrahim. Disa dispozita rreth agjerimit. Për të liruar nga agjerimi, udhëtari duhet ta ketë vendosur para imsakut se do të udhëtojë dhe niset në udhëtim. Kjo sepse nuk vendos të udhëtojë para imsakut dhe niset të udhëtojë para ose pas dite, nuk i lejohet prishja e agjerimit. Ndërkaq kur është fjala për të semurin, rregulli më sipër ndryshon, sepse i semuri, edhe nëse ka filluar të agjerojë në agim, për më vonë ka plus smundja, ai mund ta prishë dhe të mos agjerojë. Dallimi është i dukshëm sepse udhëtari mund ta shtyjë udhëtimin e tij, nga se kjo gjë varet nga ai. Kurse i semuri nuk mund ta evitoj smundjen e tij, sepse ajo i vjen dhe përkundër dëshirës. Nëse personi është duke i plotësuar agjeruar kaza ditët e pa agjeruar të Ramazanit, është me kruh prishja e ndonjë dite, pra e papëlqyeshme për shkak të ndonjë gostie. Kurse gjatë agjerimit vullnetar paraqet të prishet, nëse është i sigurt se do ta plotësojë atë në të kundërt jo. Nëse i mituri hyn në periudhën e pjekurisë madhore gjatë një dite të Ramazanit, ose pabesimtari pranon fenë islame, ata duhet ta plotësojnë atë ditë të Ramazanit, por jo edhe ditët e tjera të kaluara, sepse nuk kanë qenë të detyruar. Nëse grua si shfaqen të përmuajshme gjatë ditës sa është agjerueshëm, në veçantë nëse i ndodh kjo në fillim të ditës, ajo duhet menjëherë ta prish, sepse nuk bën të agjerojë për faktin se adhurimi nuk bëhet në gjendje të papastër. Nga ana tjetër, udhëtari që kthehet nga udhëtimi i agjerueshëm ose femra që pastrohet nga të përmuajshmet e grave gjatë ditës, që të dy nuk duhet të hanë atë ditë deri në mbrëmje.